Kapslëku është një nga problemet më të shpeshta të tretjes dhe lidhet drejt për drejt me mënyrën e të ushqyerit, hidratimin dhe lëvizjen. Kur zora ngadalësohet, trupi mban mbetje që duhet të eliminohen. Lajmi i mirë është se disa ushqime dhe zakone të thjeshta ndihmojnë zorën të rifillojë ritmin e saj natyror. Mos të harrojmë se zora e trash ka lidhje të drejtë për drejtë dhe me trurin. Ja 5 ndihmës shumë efektiv kundër kapslëkut. Kivi është një nga fruktat më efektiv për rregullimin e arshqitjes. Ai përmban fibra të tretshme dhe një enzim natyrale që stimulon lëvizjen e zorëve. Konsumimi i 2 kiveve në ditë ndihmon në zbutjen e jashtëqitjes dhe përmirëson ritmin e zorës pa irritim. Lëngu i kumbullës është një laksativ natyral. Ai përmban sorbitol, një sheqer natyral që tërheq ujë në zorë dhe lehtëson kalimin e mbetjeve. Një gotë e vogël në mëngjes ose pasdite ndihmon shumë në aktivizimin e zorës. Kajsitë e thata janë të pasura me fibra dhe minerale. Ato ndihmojnë në rritjen e volumit të jashtëqitjes dhe stimulimin e peristaltikës të zorëve, të njohura në ujë gjatë natës dhe të konsumuara në mëngjes. Janë shumë efektive për kapslëkun kronik. Vaj i linit lubrifikon zorën dhe ndihmon lëvizjen e saj. Ai është i pasur me omega 3, të cilat ulin inflamacionin dhe bëjnë kalimin e mbetjeve më të lehtë. Një lugë në mëngjes ose e shtuar në sallatë është e mjaftueshme. Hidratimi dhe ecja. Pa ujë dhe pa lëvizje, zora ngadalësohet. Hidratimi i mjaftueshëm e zbut jashtëqitjen, ndërsa ecja e përditshme stimulon lëvizjen natyrale të zorëve. Edhe 20-30 minuta ecje në ditë bëjnë një diferencë të madhe. Dashur miq, mirëmbrëma. Uroj që t'jeni sa më mirë. Besoj se dhe ju vetë dini se sa problem dhe se sa shqetësim është kapslëku. Pikërisht për atë do të flasim dhe do diskutojmë sot për pjesën e kapslëkut. Shumë njerëz, të cilët dhe unë i kam dëgjuar nga afër, kanë një kohë zgjatje pak të gjatë. Pra, e kemi fjalën kur ata nuk dalin dot jashtë. Kam dëgjuar njerëz të cilët nuk defekojnë për një periudhë kohore prej 7 deri në 8 ditë. Pra, një javë, 8 ditë dhe ajo gjëja që më ka shqetësuar më shumë është se këto kohë zgjatje mund të zgjasin deri në 10 ditë. Dhe zora e trash është shumë, por nuk di se çfarë të them mbi funksionet e saj, sepse ka lidhje të drejtë për drejtë me të gjitha organet e trupit ton. Ka lidhje të drejtë për drejta me trurin. Dhe jetëgjatësia jon fshihet pikërisht, e kemi thënë disa herë dhe e rithemi, e theksojmë, e ritheksojmë dhe e nënvizojmë që jetëgjatësia e çdo personi fshihet në mikrobiomën intestinale ose tek mikrobiota. Mikrobiota janë banorët e qytetit të cilët jetojnë aty. Dhe këtu janë viruset, mikroorganizmat e ndryshëm, bakteret e këqija, bakteret e mira, pra simbioza intestinale. Dhe kapslëku patjetër që është problem, por çfarë fshihet pas kapslëkut? Kapslëku zakonisht lidhet edhe me stilin e jetesës, pra çfarë ushqimesh ne konsumojmë, sa orë flem, a kemi kujdes ose a kemi ne një pagjumësi, a konsumojmë ushqime të thata, të procesuara, të rafinuara, apo të mbyllura. Dhe pikërisht në këtë emision do të përmend jo vetëm pjesën e ushqimeve, por dhe disa hapa më të thellë të cilat ndihmojnë në procesin e kapslëkut. Por si fillim do të ndalemi tek 5 ushqime të cilat ndihmojnë zorën e trash ose ndihmojnë problematikën e kapslëkut. Tani, e kemi dëgjuar shpesh që na thonë ndihma numër 1 për kapslëkun janë fibrat. Për mendimin tim dhe sipas studimeve që unë kam lexuar dhe që unë kam parë ose që unë kam shfletuar, nuk është vetëm përdorimi i fibrave që ndikon në lehtësimin e kapslëkut. Sepse fibrat janë disa produkte të cilat mund të mbajnë më shumë ujë, siç janë farat e chias. Farat e chias jo për të gjithë njerëzit vlejnë dhe jo për të gjithë janë të shëndetshme, sepse farat e chias, duke qenë se mund të mbajnë shumë ujë, ato mund të kenë edhe efekte të kundërta, dhe personi nuk mund ta ndihmojnë për të patur një defekim të shëndetshëm. Produkti numër 1 që ndihmon kapslëkun, edhe një herë tjetër, kapslëku ndikohet shumë nga ushqimet e thata, nëse ne përdorim për gati 3-4 ditë ushqime të cilat janë me brum, ushqimet mbyllura të procesuara, muskujt e zorës së trash dëmtohen, edhe muskujt e zorës së trash mund të dëmtojnë edhe venat ose venulat e vogla dhe kështu formojnë hemoroidet. Madje disa persona nga kapslëku i zgjatur kanë edhe gjakderdhje.
që kështu duhet paraqitet me njerë që mund të bëjnë një kolonoskopi për të parë pjesën e rektumit ose të kolonit. Dhe metoda e parë nëse dyshohet për një konstipacion kronik është kolonoskopia, që mund të jetë prezenca e ndonjë polipi, që mund të jetë prezenca e ndonjë divertikuliti, polipi, janë polipet sesile, është zora e trashë e irrituar që mund të jetë alternuar me kapslëk dhe me diare, deri tek problematikat më themelore të cilat janë kolitet ulcerative. Por zakonisht kolitet ulcerative shoqërohen edhe me diare të shpeshta. Këtu duhet kemi shumë kujdes. Nëse ky konstipacion bëhet kronik dhe pothuajse në muaj ne dalim rreth 3 apo 4 herë, duhet paraqitemi me njëherë te personeli mjekësor. Hapi i parë në mënyrë që ne duhet bëjmë është reduktimi i kafeinës dhe përdorimi, pra jo kafe shpesht. Patjetër që kafja është laksative, është një laksative shumë e shëndetshme, por duhet të ketë një dozë të caktuar, 1 deri në 2 kafe në ditë vlen. Por më shumë kafe lodh muskujt e zorës trash, sepse kryesisht shkakton dhe efektin kontraktues dhe çfarë bën? E dehidraton mukozën e zorës së trash. Prandaj 1 deri në 2 kafe në ditë. Eliminimi i pijeve me gaz dhe i kafeinës. Kafeina nuk ndodhet vetëm tek kafja, ndodhet edhe tek pijet energjike ose tek ato pije të cilat janë me ëmbëlsues artificial. Tjetër është reduktimi i alkoolit, është reduktimi i ushqimeve industriale dhe i reduktimi i ushqimeve të thata, të përpunuara, të cilat janë ushqime të kalbura. Këtu është pjesa e zorës së trash, këtu është pjesa e kolonit transvers, kolonit descendent. Dhe duke qenë se ne konsumojmë ushqime të thata, këto muskujt e kolonit shtrëngohen ose kontraktohen dhe pjesa e feqës nuk mund të dalin në mënyrë efektive dhe krijohet irritim ose ndjeshmëri viscerale autonome që ka aktivizim të pleksit celiak dhe të pleksit mezenterik. Dhe kështu nga shtrëngimi i muskujve të rektumit, nga shtrëngimi i muskujve sigmoid, atëherë mund psohet edhe çarje venulave ose çarje apo dëmtim i degëve venoze më të vogla. Dhe kështu formohen ato që quhen inflamacionet, irritimet dhe lindjen dhe dhimbjet pelvike në pjesën e pasme të belit. Prandaj, cili është produkti numër 1 që ndihmon zorën e trash? Vaji i farave të linit. Vaji i farave të linit ka dhe efekt mucilazh. Efekt mucilazh do të thotë që e hidraton mukozën e zorës trash edhe shkakton këtu një dilatim. Pra dilatim do thotë shkakton një zgjerim të sfinkterave dhe nuk lejon që sfinkterët irritohen me njëri tjetrin. Vaji i farave të linit, që ne kemi thënë dhe herët e kaluara, përmbajnë plastrokrumanolet, të cilat janë shumë të vlefshëm, ciklolinopeptidet, sikurse dhe oksilipinat. Këtu kemi dhe një studim i cili mbështet vajin e farave të linit në ndikimin e konstipacionit apo të zorës së trash, pasi përmban lëndë mucilazhe dhe lignan të vlefshëm për forcimin e muskujve të zorës trash, por ndihmon dhe në procesin e konstipacionit, sepse përmbante plastrokromanolet, ciklolinopeptidet dhe oksilipinat, por më të rëndësishëm janë komponentët ose produktet cilat quhen mucilazh dhe produktet cilat veprojnë si mucilazh dhe ato produktet cilat veprojnë si lignan. Pra këtu kemi përdorimin e vajit farave të linit, ai çfarë bën? Shkakton dhe një efekt dilatues, i zgjeron muskujt e zorës trash dhe bën feqen që të ketë një kalim më të lehtë dhe nuk i shtrëngon muskujt e rektumit ose muskujt rrethor dhe muskujt gjatësor. Nga ana tjetër, forcon dhe bakteret e ndryshme të zorës së trash. Lactobacillus casei, Lactobacillus plantarum, Lactobacillus bulgaricus dhe përdorimi i tij nga një lugë çaj në ditë me pak ujë deri në një lugë gjelle në ditë ndihmon shumë problemin e kapsllëkut. Por me kujdes, farat e chias janë ndryshe, jo tek të gjithë njerëzit veprojnë, ndërsa vaji i farave të linit është produkt më i sigurt, vetëm duhet gjendur burimi i tij kryesor që të mos jetë shumë i oksiduar, sepse përmban dhe vitamina E ose acide yndyrore të shëndetshme që shërbejnë për këtë problem. Produkti numër 2. E kemi përmendur disa herë dhe përsëri do ta përmendim. Është konsumimi i kivit. Kivi përmban aktinidiloide. Kivi përmban kalium nivele të shëndetshme dhe kivi është produkt ushqimor
shumë i pasur dhe me vitamin C, me kalium, me magnezium, që ndihmon dhe në pjesën e lëvizshmërisë së zorës së trashë dhe nuk lejon irritimet ose inflamacionet e mukozës së zorës së trashë. Është një ndër produktet ushqimore më të shëndetshme që mund të përdoret si laksativ natyral, sepse ka shumë laksativ që mund të irritojnë mukozën e zorës së trashë dhe mund të provokojnë inflamacion. Ndërsa kivi është një produkt që mund të përdoret pa ndonjë problematik, sepse përmban aktinidiloide, linaloli, përmban hidroksimetilfuranon laktonët, lignina të ndryshme dhe oktenolët. Pra përmban oktenolët, linalolët, aktinidiloidet dhe një lëndë e cila quhet galaktolipid. Dhe këtu kemi konsumimin e kivit, madje nuk ka as nivelet larta të sheqerit që mund thuhet që shiko se ky frut ka sheqer. Kivi është një ndër ato produkte ushqimore që nuk provokon sekretim të lartë të insulinës dhe është produkt i sigurt ushqimor që mund të përdoret për përmirësimin e kapsllëkut. Ndalemi pak te kumbullat. Te kumbullat e thata dhe tek lëngu i kumbullës. Kumbullat përmbajnë siringoil kuinik. Kumbullat janë të veçanta. Kumbullat janë shumë të shëndetshme për të ndihmuar zorën e trashë. Madje kumbullat kanë acid hidroksibenzoik, hidroksifenilacetik, përmbajnë acid siringjik, përmbajnë acid klorogjenik, kanë dhe efekt hipoglicemik, ulin dhe nivelet e larta të sheqerit në gjak. Janë të pasura me shumë minerale. Fal acidit klorogjenik, fal kvarcetinës, fisetinës, luteolinave, apigeninave, kumbullat e thata njerëzagonisht janë tepër fantastike për të ndihmuar jo vetëm zorën e trashë, por ndihmojnë dhe tretjen. Nuk lejojnë që të krijohet fryrja, ndihmojnë enzimat proteolitike, prodhimin e bikarbonateve, kanalikulat sekretore, proteazat, pepsinat dhe enzimat e zorës së hollë. Prandaj lëngu i kumbullës dhe kumbullat e thata në veçantë janë shumë të mira dhe nuk kanë asnjë efekt ansor për të ndihmuar kapsllëkun. Unë më së shumti jam te kumbullat e thata, të cilat janë pa sheqer dhe nuk janë të spërkatura me ëmbëlsues artificial. 4. Janë kajsit e thata. Ashtu si kurse dhe kumbullat e thata dhe kajsit e thata përmbajnë lëndë të rëndësishme. Përmbajnë kainferol glikozid, përmbajnë kainferol galaktozide, fisetina të ndryshme, përmbajnë ato lëndë cilat quhen flobataninat, luvagentinat, afromozinat, takesinat, klovamidet, fenilpropanoidet, të cilat to shkaktojnë efekt dilatues. Madje përmbajnë kalium, kajsit e thata, kumbullat e thata, kivi janë ushqime ose janë fruta të cilat përmbajnë kalium. Me kujdes frutat e thata nuk duhet të jenë të spërkatura me sheqer dhe nuk duhet të jenë të spërkatura me ëmbëlsues artificial. Kajsia, kumbulla e thatë, kajsit e thata dhe kivi janë këte për 3 produktet që unë do të veçoja dhe do të përdorja më shumë në rastin e këtij problemi ose në rastin e konstipacionit. Është edhe produkti numër 5 që unë do ta tregoj këtu. Pra, konstipacioni nuk lidhet vetëm me një problem me defekimin. Nga ana tjetër ai ka lidhje me anemin, ka lidhje me vitaminën D të pakët, me enzimat e pamjaftueshme, pra enzimat nuk funksionojnë siç duhet, enterokinazat, pepsinat, enzimat pankreatike nuk mund të funksionojnë siç duhet, aktiviteti dobët fizik, dehidratimi. Shumica njerëzve nuk konsumojnë ujë siç duhet. Nëse mund t'i bëni një pyetje vete se çfarë po bëj unë gabim, është konsumimi i pakët i ujit. Dhe konsumimi i pakët i ujit sjell irritim ose inflamacion të muskujve të zorës trashë dhe problematika me fryrjen e barkut. Gjëja numër 1 që ne duhet të bëjmë është konsumimi i ujit. Nëse ne nuk konsumojmë ujë siç duhet, atëherë pra niveli i hidratimit ne do të kemi një konstipacion. Prandaj dhe futja e polifenolëve, izoflavonëve, antocianinave, futja e lignanëve, futja e seskiterpenëve, monoterpenëve, poliacetilenëve, iridoidëve, betulinikëve, sekoizolar 6-erzinolëve, pra komponentëve organik me veti antiinflamatore tek bimët janë gjithnjë të vlefshme. Perimet zarzavatet, lëngje të cilat mund të i marrim vetëm nëpërmjet ushqimeve, jo lëngje të cilat janë me sheqer,
ëmbëlsues artificial. Dhe kujdes nga laksativët e fortë ose kujdes dhe nga përdorimi pa afat ose pa kriter i qetësuesve për të ulur ose për qetësuar dhimbjen e kokës, për qetësuar dhimbjet e stomakut, për qetësuar dhimbjet e barkut, sepse dhe këto nëse përdoren për një kohë të gjatë mund të provokojnë spazma dhe mund të provokojnë inflamacion. Pra përmendëm kajsitë e thata, kumbullat e thata, lëngun e kumbullës, vajin e farave të linit që është shumë i mirë dhe shumë i vlefshëm. Përmendëm kivin, që kivi ka veti antibakteriale sepse përmbante linalol, përmbante actinidiloide, përmbante oktanol. Vaji i farave të linit i cili përmbante plastrokromanolët, ciklolinopeptidit, oksilipinat. Dhe kivi, që e tham pak më parë, kumbullat, siringoilkuinikët, hidroksimetilfuranon laktonët, kajsitë e thata, fisetinat, apigeninat, luteolinat, vitamin C, kalium, që ndihmonte edhe në dilatimin e zorës së trash. Ja dhe këtu kemi një studim tjetër që vaji i farave të linit ka dhe efekt mbrojtës kardiovaskular, konsiderohet edhe një ushqyes i kockave. Mos e harroni, vaji i farave të linit përdoret edhe për të ndihmuar dhimbjet muskuloskeletike nga osteoporozat, por dhe nga fibromialgjia. Do ta themi në një emision tjetër lidhjen e vajit të farave të linit dhe të problemeve muskuloskeletike, sepse fal acidit linoleik, fal acidit dokosaheksanoik dhe acideve yndyrore të shëndetshme, ai ka dhe efekte të shëndetshme dhe efekte të cilat janë ose të cilat përmirësojnë funksionin e kockës tek problemet me osteoporozën ose tek problemet e fibromialgjisë. Patjetër që këtu nuk duhet të harrojmë edhe ecjen. Pra ecja ndihmon shumë zorën e trash, aktiviteti fizik. Është edhe një ushqim tjetër që argjinare quhet ose artiçok. Argjinaret ose artiçokët janë edhe në traditat, zakonisht ato janë futur dhe në Shqipëri, përdoren edhe si ushqim që mund t'i bashkohen gatimeve të ndryshme, suprave, gatimeve të ndryshme cilat mund të bëhen me supra, me perime të ndryshme, por dhe artiçoku ka polifenol të caktuar që ndihmojnë në funksionet e kapsllëkut. Ndihmon mëlçin, sepse po ndihmua mëlçia, muskujt e zorës lëvizin akoma dhe më mirë. Po ndihmua stomaku, po ndihmua funksioni i enzimave pankreatike, mëlçia dhe zora e trash funksionojnë më mirë. Prandaj, hidratimi, konsumimi polifenolve, izoflavonëve, antocianinave, i pelargonidinave ndihmon shumë muskujt e zorës së trash. Pastaj ka dhe lëndë të tjera, është finoku, që mund përdoret, është selinoja, pra sa më shumë hidratim, aktivitet fizik, gjumë dhe konsumimi i shëndetshëm i frutave, i perimeve, të cilat janë vetëm të stinës. Nëse ne rregullojmë paktën 50% nga këto, atëherë kapsllëku do të përmirësohet dhe pas kapsllëkut fshihet anemia, problemet e vitaminës D, myku, problemet me acidin kloridrik. Prandaj nuk është vetëm kapsllëk, por nëse vazhdon për një kohë kronike, duhet paraqiteni te personeli mjekësor për ta vlerësuar me një kolonoskopi. Ju falenderoj miq dhe u them natën e mirë dhe miru takofshim në emisionet e ardhshme të Box Shëndetit. Natën e mirë.